marrëdhënia e Rozanës me Rezartën jashtë, si është? Si është raporti i tyre? Ka një marrëdhënie, unë me sa di Rozi përpara se të flitej për Big Brotherin, ju e dini që ka pas një emision të vetin në një tjetër kanal televiziv, dhe në bisedat që kam bërë me të pasi flasim shpesh, konsultohemi edhe për personazhet që ajo ka të ftuar, më ka thënë që Andeta si mendon t'i bëj një ftesë Rezartës për në emision. Dhe kam thënë po pse jo, mendon se do ma pranoj me këtë që ka bërë Rezarta sot? Rezarta ka seruar shumë pasër që nuk janë as armike, as mike dhe debatet e dy gocave të bukura të showbizit që sot janë zonja, dhe të realizuara se cilat në fushat e veta. Rozanës, faji është i Kellit që nga jeta e Kellit din vetëm një këngë që ka bërë në Top Fest. Pra, çfarë themi ne tash? Unë nuk dua të flas për Kellin, sepse unë Kellin e njoh në rrethana të tjera, me të lidh puna në ambiente të tjera. Kam pasur një respekt shumë të madh për atë djalin, por Je zhgënjur nga Kelli? Po. Jam zhgënjur. Nuk e prisja. Jam zhgënjur sepse nuk prisja që të arrinte deri këtu për hir të një loje. E një partneren e Kellit edhe bashkëshortën? Kam shumë respekt, e vlerësoj shumë. Është një vajzë që është vërtet për të vlerësuar. I ka shkruar diçka? Jo, absolutisht. Kam përshtypjen se duhet më shkruajnë ato mua në këtë rast. Kelli, çfarë do doje ti thoje? Asnjë, kur të dali jashtë do pres çfarë do të më thotë Kelli mua. Pse she Rozanën kaq të sulmuar? Dikush thotë që pema me kokra gjuhet. Tash po dalim prapë te kokrat, mos mbetemi te kokrat, se këma beti kokrave është bërë pak sigurisht që kur vjen fundi, personat cilët kanë debate, janë personat cilët janë gjithmonë në qendër të vëmendjes, qoftë kjo edhe në primet që ju zhvilloni këtu. Mendohet që duke i rënë Rozit, këta do të bëhen pjesë e një prime, se kjo të dalësh në prime tash është bërë edhe në jetën e përditshme, kur themi diçka, themi dolem prime. Ndoshta për të arritur për të kapur prime-in duhet i biesh personave të cilët janë gjithmonë prezent, dhe një prej tyre është Rozi. E qartë. Flasim pak edhe për të rikthehemi i çikte marrëdhënia me edhe Gjestin. Do doja të dija, sipas te Ronaldo, kush e ka mbajtur në lojë tjetrin? Atëherë, një rezime se me Andetën në fakt unë doja të kryejmë një mini debat për lojën Rozanës, por Andeta ndryshe nga Rozana nuk ka as ironi, është kaq e ëmbël, kaq e çiltër. Dhe komplimenta si më takuar në ujë. Një sqarim shumë të shkurtër për raportin Gjesti Rozana. Gjesti erdhi nga një Big Brother tjetër dhe një lojtar i zgjuar, siç është Rozana Radi, ka bërë llogarit dhe ka thënë që kjo gjëra nuk ka ndodhur asnjëherë më parë në 3 Big Brothera dhe e kuptoi që ky djali ishte i fortë dhe kishte fanca sigurisht me ardhin e dronave. Gjesti nga ana tjetër ka patur 24 orë kohë, ai sa ka mundur të nuhasi dhe të kuptoj çfarë ndodh në Big Brother në Shqipërisë. Dhe në Big Brother në Shqipërisë asë kohë Rozana Radi sigurisht ka qenë highlight kryesor. Madje dhe mënyra si Gjesti u qas me Rozanën për herë të parë ishte po ti kush je, i ngatron dhe emrin. Një lojtar e zgjuar si Rozana Radi çfarë bëri? Tha këtë djalin është më mirë ta kem afër. Dhe kur të vi, sepse është shumë herët që unë të merrem me Gjestin, të njëjtën gjë mendoj që ka menduar dhe Gjesti, që është shumë herët. Çështja është që se më kujton pak Big Brother njëshim, pra më kujton pak Donaldin dhe Ilirin, pra një imazh artisti 40 e sa vjeç që surprizohet në finale nga një vamula, një djalë i ri si Donaldi asë kohë me love story jashtë, love story brenda, po që kishte shumë fanca, ama çfarë ndodhi? Në fund publiku bëri një lloj tjetër balance dhe zgjodhi që këtë fitoren t'i jepte artistit. Pyetja është këtë vit do të fitoj viraliteti, që e ka Gjesti dhe këto nuk mund ta mohojmë, apo do të fitoj argumenti, pjekuria dhe vitet artistike. Kjo mbetet për të parë. Pra kjo është pyetja sepse nuk mund të bëj naivi dhe nuk mund ta mohoj që si e shohun lojën dhe kjo është totalisht mendimi im dhe përgjegjësia ime si Ronaldo, është që një luftë shumë e fortë do të mbahet në këtë Big Brother mes Rozanës dhe Gjestit. Këtë pastaj varet se do e shohim publiku në finale.